Stop, të është zyre ngrot kjo E, u drini Black ka të Lives gjitha Media. ngrohta vlla. Jo, mi bëm palestër. Bëm Me Monika. palestër 7 mëngjesit, si është çon 7 mëngjesit me bë palestër me -4 Jam gradë. çfarë bën? Kjo bukuri ka një çmim. E ka një kosto. Mos jeni. Pa do banorët janë ftoft ata fare ata të shkretët, janë ftoft. Çfarë thua, ato na kanë bërë të shkalluar, të shkatruar Një vetë Thënë të drejtën do them diçka që kjo javë ka qenë një garë e madhe mes tyres Shqipërisë dhe tyres Kosovës. Do me thënë kuptimin që janë dy produksione ndryshme, po ka pasa ngjarje dhe nga Kosova. Dinamikat ngjasojnë me xhelozira, me hyri ishi, me unë e dua, po pse të ka sikur do mua. Po si u thash ke prajmi atë natë që gjithë do mendojnë që Limi do merret me Albën dhe me Bian. Jo, atë e tha Dasara. Unë e dija që në fillim që Limi s'kishte për të marrë me ato dyja. Meridian. Më fal, po pse nuk i postoni këto ju Monika, po i mani për vete, se publiku këto do s'ditë. Ça do postojmë tani, do postojmë një gjë që Limi i kishte hëngur këto ëmbëlsire dhe do vazhdonte akoma me këto ëmbëlsira. Jo më provoj të ëmbëlsire, Dëgjoj, nëse ëmbëlsira. Ai është libër i hapur shpirt. Bravo, Monika. Nëse ëmbëlsia është e mirë, aq ja ha për herë sa ti sta më mirë. Është ngopur, nuk është nga ato ai. E arrite over 40-ën ti Meridianit, shkojnë shumë suzë. Ora, dëgjoj. Mua më bëri shumë shtypje një video, nuk e di sa e vërtet është, ajo asaj bijës që bënte ato magjin voodoo. E vërtet ishte ajo? Po voodoo më kot ka pa ajo dhe gjasë me Heboni për show, po voodoo ajo më, se ishte keq. Po shiko, me sa dëgjoj. Bas asaj shpimit kuklës, ose Albës i dhinte bar, kur rinte shtrirë, ose ka një autor që i bën gjërat i qep bukur fare, ose s'ka si atë. Që ajo Alba e luajti kaq bukur dhe i shtoi pik vetes me atë me nefregizmin, se mendoj unë t'i lë të gjithë të flasin, të shprehen, të bëj, dhe kur ti e mu ngrot, filloi dhe godas Limin, nuk e godasin fillim, e mbroi i ciklimin, rije të requr dhe kur të vi një moment që mund t'jetë neutral fare situata e tyre, thot, të fillojun tani me ty, babe, se Limin... Kam përshtypjen që Alba nuk po e luan lojën, thjesht ka rënë... Jo, Alba... Ndërsa unë kam përshtypjen që ajo po bën një përputhen, si që bënte në kohën kur ishte me Olsen ke topi, me përputhen, po i merr mësimet siç po i merr, po i vetmi njeri që mund ta pushon të Albën në to 3 muaj bik që ka biku Kosovës ishte Limi. Dhe e letë mrom sepse ajo e ka të ndjesin. Dhe një njeri që e mori për dorë, dolen vet nga ferma, ças bonke ferma, më the thash. Ajo u dritë nuk e ke pasi e shef. Hajde kthehemi te këto hallet tona se këto të Kosovës. Që ajo e do Limin, kjo nuk diskutohet fare, sepse e njoh edhe nga jashtë këtë gjë. Drini, kam një pyetje për ju të dy. Për kë të dy? Se jemi 3. Domethënë për Dasar, për ju të klanit. Shne Alketa sonte në vend të Arbrit. Kusheta e para Meridian? Monika. Tani të gjithë kujtuan që jepin. Jo, desha thosha që burime të brendshme në klan. Thonë që kjo gjë është parashikuar shumë përpara, se unë mendova thash mos ndoshta është smur Arbri. Në Amerikë e kanë bërë këtë lloj inserti. Ky udhëtimi Arbrit në Amerikë është planifikuar, kam përshtypjen, edhe nuk është çdo vit Arbri në Amerikë në fillim të janarit. Edhe kur ishte vjet ishte Angel Shkira, domethënë kur par vjet kur u fut Angeli që ka qenë një opinioniste, ka qenë pikërisht këtë moment. Se kur kam dalë unë, atë domethënë prajmin që kam dalë unë, domethënë javën pasardhse, ishte Angeli në studio, ka qenë Angeli dhe ishte Arbri në Amerikë. Për të rikthyer dinamikave. Zarfizi, unë mendoj që do jenë 2 eliminime sot. Pra Zarfizi do nxjerrë një njeri nga shtëpia? Po unë mendoj që do hapet është Zarfizi, ai s'mund dalë nga shtëpia se kulmin e dinamikës. Jo, Zarfizi është për Kesin, Zarfizi është për Angelon, Zarfizi është për këto që kanë shkel rregullat që kanë thyer që morën cigare të gjitha bashkë, pra janë një tuf që i kanë shkel aty, janë 5-6 që i kanë shkel. E këtë do nxjerrin sipas teje? Unë mendoj edhe për Florin. Greta me Angelon janë që janë kokë në kokë, po hanë me njëri tjetrin, kush zihet më shumë, kush deli pari, kush shkoi pari ke dera. Po edhe
Edhe Loren nuk më duket. Përpara se të thellohemi neve këto analizat, se me vërtet sot kam e thënë shumë edhe flitet që do jetë një prime shumë i fortë. Unë dëshiroj të vendosim pin late night në blog të Drinizeqës, ti themi pjesëve që nesër do jemi pikërisht me ato komentet siç bëjmë çdo ditë me ditën e nesër me mbas prime, me komentet pikante. Nesër jam me Monikën, kur jemi të dyja bashkë Monika, na masakrojnë zakonisht. Pastaj na masakrojnë. Jemi urbanin, jemi gjithë urbanin. Jo për na bërë qefin, po videot tona në late night janë shumë të ndjekura dhe shumë të komentuara, kështu që le ta shohim pozitivisht. Po zemër, po, të komentuara janë po druri, am neve. Po tani ne skemi që bëjmë, ne skemi që bëjmë, në përgjithësi jemi një shoqëri që na pëlqejnë o ata që viktimizohen, o ata që janë në thelb të ligj. Video më e komentuar është ajo kur flet Monika për Brikenën, për shembull. Ajo ka marrë qindra komente aty. Si ka Monika është bosi urbanin direkt. Kur komentojnë femrat, kam përshtypjen që ka gjithmonë shumë komente. Ju keni më shumë eksperiencë te kjo pjesë, po? Jo, kur femrat komentojnë femrat, po pra. Ekziston kjo. Si ka mundësi që dua të përfitoj nga rasti në fakt, që ta them këtë, ta lësh jo si mesazh, po ta them që okej, un jam dakord me lëvizjet femërore, por në rastin e Big Brotherit ne merremi me karakteret e personazheve dhe karakteri nuk është një gjini, kështu që të mos e ngatrojnë. Një njeri që ka një karakter X apo një njeri që ka një karakter Y nuk ndahet nëpërmjet gjinisë. Kështu që nuk e bëjmë këtë, të paktën unë që masakrohem më shumë se të gjithë që unë shaj femrat. Okej, jam një çik maskiliste, kam më shumë shok se shoqe, por kjo nuk ka lidhje me faktin që aty merrem me dinamikën, domethënë nuk është të nisem pikërisht me këtë qëllim, jo për ta justifiku veten, absolutisht, se thjesht për ta sqaruar. Unë nuk e dia çam ka ndodhur sidomos pas kësaj vajzës kosovare. Nuk arrit dot të kuptoj pse njerëzit gjithmonë kanë dëshirën që të komentojnë një gjë që nganjëherë janë falso. Dhe jo se unë nuk e pëlqej Brikenën, se unë fillimisht e kam pëlqyer shumë Brikenën, por në bisedat me atë se ka Mateon, se ka i Po. Në atë bisedën që bën tek sfida. Ishte domethënë mua më duke dhe dua t'ja them këtij publikut tim të dashur, që ajo sikur kishte mamin përballë, kishte mamin, babin dhe kishte marrë një pamje që aman më shikoni se unë po e mbaj amanetin tuaj. Që mua më duk. Domethënë rinia e sotshme. Mua kemi një problem shumë të madh dhe është fatkeqësi që jemi kthyer shumë vite mrapa, po shumë vite mrapa të gjykojmë. Si ka mundësi që njerëzit nuk e kuptojnë kur flet dhe kur komunikon një njeri, por dëgjojnë vetëm fillimet e para, fjalitë e para, dëgjojnë që unë dua të jem një grua e mirë, që do ri me vjerrin dhe me vjerën, që do bëj këtë dhe këtë, dhe faktikisht antipodi del tjetër. Si nuk lexojnë dot më dhe pasaj del Monika e keqe, a del Dasara e keqe. Prandaj jemi shoqëri që ecim ka shumë këto titujt e portaleve dhe bëhet nami, se lexojnë vetëm titullin, nuk lexojnë asgjë çka ka brenda, kështu që jo, do thosha vetëm një gjë që nëse një personazh ka një argument caktuar, ka një qëndrim, do të thotë ta shpreh veten siç do ta shpreh, nuk i lëvon fare komenteve. Kam përshtypjen që fillonte personazhi që ka një ambiguitet aty që nuk është e vërtet. Është shumë vetëm Monika. Edhe një fjalë do ta le. Ata të dy po ti shikoje në atë bisedë që bënin njëri me tjetrin ishin jashtëzakonisht të bukur. Një çift që ti mund të thoje ata kishin një jo, ja ta shpjegoj. Mateo me Briken. Monika. Që shkoj me linjën e asaj që po thua. Dasa ti bëj një pyetje Monikës? Po. Cila pjesë ishte bukur? Ajo kur i tha Mateo dëgjoj se un flas me shokun dhe i von telefon darkë dhe pastaj them ikti vllasi do flej gjumun se ti e ke zakon rrit deri në 3 natës zgjut? Jo. Mirë tani, ka kështu artifisa. Zot, po pse shkon? Ata 24 i shpëtonin kështu. Zemra, aty ti vlas si po mos i kapi muhabetet kështu tani atë keqen. Për te muhabetit është edhe një sy, është edhe një qëndrim, është edhe një dashamirësi, një buzëqeshje, mos i kapim këto gjëra tani kaq. Ja ta them se vdiqja. Thuaj shpirt.
Se i kam parë me vëmendje dhe sigurisht edhe i gjithë interesi, i gjithë publikut ka qenë ka i takimi atyre të dyve, duke qenë se ato nuk puqen gjykundin dhe e thanë, ne nuk puqemi gjykundin në shtëpi. Unë me këdo që bëj dinamika nuk afrohem afër teje, as ti nuk afrohesh afër meje, të gjithë tjerët i kanë banori, tha ai, ty s'të kanë banore. Ai nuk e fshen ndjenjën dhe i lexohet ndjenja në sy Mateos, po kështu hapur fare, kurse ajo është fiks rasti i një personi i cili ka ndjenja për atë, po është një dashuri e pamundur për kushtet e rrethana. Bravo! Dashuria sa më e pamundur të jetë, aq më e madhe. Aq më e bukur dhe aq më fort bëhet dhe aq më kërkuese bëhet. Ju që lexohet aty, prandaj dhe interesi publikut është shumë i madh. Jo, vore që Meridiani këta nuk ishte fare si çift. Me ju kontrollin se Meridiani nuk ishte fare të Meridiani çfarë dakord kur të biri Meridiani në dashuri të fortë do t'i haroj këto gjëra që na ajo deklaroi që nuk i pëlqenin mor çurat e palestru, po ato me bark tash po unë s'desha qoqa barkun. Kur ja tha Mateo këtë gjë, këto janë lojrat e Brikenës që mua nuk më pëlqejnë. Këto janë lojrat pikërisht të Brikenës. Ose nuk është lojë, po është ajo që thuhet që ajo ka filluar një histori me Adveun dhe Adveu ka bark, dini gjë apo jo? Jo, nuk ka filluar histori me Adveun, se kam fol me Adveun, nuk ka filluar mos. Barkun ka Adveu, po lëre ti çka ka thënë ai. Barkun. Kush është çifti tjetër në shtëpi? Çifti tjetër në shtëpi? Në shtëpi vetë çift të shqyer që janë. Miri. Nuk është çift Miri tani se e masakruta të shkretin. Unë nuk është se e kam pëlqyer lojën e Miri. I çik ka filluar të bëhet shumë i ndjeshëm ai. Okej, është emocional, po këta që pa. Ai unë jam e sigurt nuk. Shiko, ai më shumë kimi ka me atë bjonden tjetër, si e ka ajo tjetër, me Lornën. Pra mua këtu më vjeni natë që po të shikosh kur ata të dy flasin kanë një kimi më shumë se çka me këtë. Dhe jam e sigurt, nuk e di pse jam e sigurt që ishte dhënë një indicie të dyve që ju duhet të rini gjatë sepse diskutimi gjatë që po bëhet për atë shtratin e famshëm na kërkon klikime, na kërkon, më jam e sigurt që një sinjal ata të dy e kanë. Nuk kanë kimi ata me njëri tjetrin. Ata po të kishin kimi, do përqafoheshin aty brenda dhe nuk do pyesnin më as për mua, as ai për gruan, as ai për babën, as ai për motrën e për. Unë them që është një lojë tmerrsisht e pastër. Po sikur Monika, për shembull në një nga prime ti jepet ajo deklarata e tjatit po le të jepet çfarë thot mashkull pervers e kështu, si mund të reagojnë? Gabim. Ku e pa i mashkullin pervers? Po më pse t'ja japim, pse t'ja prisim? Jo, po ku e pa? Jo, të lutem, ku e pa? Më tregoj një moment ku e pa mashkullin pervers. Që ti të thuash pervers, do të thuash që ti ke parë një gjë shumë të madhe. A më pyete? Po, vazhdo. Për një prind është mos e normale që shikon që ke një vajzë 22 vjeçare dhe i afrohet një mashkull 44 vjeç dhe e përkthel nga flokët. I shtrin dorën në kërvat. Ku është perversiteti këtu? Perversiteti është shkalla më e lartë ndodhë. Ai shu i duket ati për fëmijën e vet o Monika se ai duhet fëmijën e vet. Jo zemër. Fëmia i vet është i rritur. Se babai e Hedit, nuk e mbani mend juve që hyri edhe kishte pak nësi për Jozin edhe që... Jo. O Drini, fëmia vajza është e rritur, është 23 vjeçe. Vetëm ne vazhdojmë me këtë mentalitet që një vajzë 23 vjeçe i përket akoma prindit. Jo, nuk i përket prindrit, i përket vetës vet. Dhe ajo vajzë që ka vajtur aty... Po mio, Monika, pse nuk jeton... Se nuk jeton vetëm ajo vajza, po jeton me prindit, bëj jetën e vet. Po i di ti se si ka kushtet, ajo prandaj është futur aty. Për të marrë një kushte më të mirë. Ajo rrit edhe vllai. Po ti me mamin ti, Meridiani. Ta them unë se nuk i kam të probleme unë, kur fillojnë të probleme do kalojnë vetë edhe unë. Një minutë, e di ti që ajo vajza mbante vllain? Mbante vllain e vet? Ajo e mban. Jo, vllai punon ti. O Monika, e ke seriozisht që ke këto lajme Monika, A mon se mi e bosi ato tjerë që do hy ky, do hy ai. Mban vllai, vllai vet.